shtes 184 në mars të 2025-ës, pra në prag të zgjedhjes, kur ne I dham edhe një shans të artë SPAK-ut për të tregu a e ka seriozisht këtë task force-ën e krimit elektoral, a ka seriozisht luftën ndaj krimit organizuar. Sa procese për krimin elektoral janë sot në SPAK? Zero. Tani pse them këtë gjë, Adriana? Vetëm një moment. Po ma thuaj. E kam shumë ma qoj në mendje Keri. Patjetër. Ne kemi informacione dhe janë bërë dhe publike që me Gonigali ka ndërhyrë deri tek vetingu I gjyqtarëve. Patjetër. Pra, në një restoran në Belsh, kam mbledhur një numër të madh gjyqtarësh dhe prokurorësh dhe I është ofruar pazari këtyre se sa duhet paguanin këta për të qenë pjesë e sistemit dhe duke kaluar vetingun në mënyrë të palishme, pra duke justifikuar burime parash të palishme, çfarë do bënin këta gjyqtarë, njësoj si Irena me disa mbiemra, datlindje dhe pashaporta dhe si Altin Paja do ishin brenda sistemit të drejtësisë për të bërë ato që në fakt e bën. Pra është rrjedhimi drejt për drejt. Nuk ka më dyshime. Ai çfarë tha? Ai tha që po na hapen hapësira të reja. Po, ja thoshte kolegu ti, nëpërmjet reformës në drejtësi. Ndërkohë, e dashura e tij, të cilët ne si kombi kemi një borxh të madh, tha edhe presionin që ishte bërë nga FBI në kohën kur ky ishte I pushtetshëm, që këto gjëra mos bëheshin publike dhe nga ana tjetër ka dhe një problem shumë të rëndësishëm që një nga personat që është marrë shumë me çështjen e Megonigalit dhe këtë në fakt nuk e kuptoi se si është kaq pasive SPAK-u, sot është në drejtori I FBI-t. Pra, një nga personat që është marrë me dosjen e Megonigalit, me investigimin dhe me nxirjen në dritë të gjithë kësaj problematike, se unë mendoj që çështja e Megonigalit, nëse futet vetëm në ullit e korrupsionit, është I bëjmë një nder të madh edhe Edi Ramës, edhe vetë Megonigalit. Nëse ne nuk e kapim që ka interesa shumë të forta për krimin organizuar, ka interesa shumë të forta për kapjen e drejtësisë dhe mbi të gjitha ka interesa shumë të forta për pastrimin e parave. Dhe po ta shikosh në fakt ndryshe nga Europa që është pak më e tërhequr, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deleguara, e ngarkuara me punë, që nuk e kuptoj dot këtë termin fakt. Sa të vi ambasadori I ri? Po, e them po e kemi rrugës. Në çdo takim, në çdo deklarat, një nga pikat kryesore që ngrejnë është pastrimi, lufta kundër pastrimit të parave. Por edhe SPAK-u, edhe ambasada dhe çdo shqiptar e di që nëse do merret seriozisht lufta për kundër pastrimit parave, të gjithë rrugët çojnë te Edi Rama. Në fakt, pikërisht sot se po dëgjoja pak edhe liderin e opozitës, po pavarësisht